Bahama. Vendi i bukurisë legjendare. Ndërtuar mijëra vjet më parë mbi themelet e koraleve të hershme oqeanore. Në 3000 ishuj dhe ujdesat e saj, ka një luftë vazhdueshme ndërmjet jetës dhe vdekjes. Mes krijesave më të frikshme dhe magjike të planetit. Bahama mbulohet nga një shtrirje e bukur rëre, si në ujë, ashtu dhe në tokë. Kokrizat vogla rëre që janë zhvendosur nga rryma e baticës, u japin formë këtyre ishujve të veçantë. Mbetjet baticore dhe dunat karakterizojnë këtë vend ishullor. Me lëvizjen e rregullt të ujit dhe dritës, sipërfaqet e rrëdhës kanë ndryshuar gradualisht me kalimin e kohës. Duke ndihmuar kështu krijesat që e përdorin rrërën për t'u fshehur. Për të ngritur folec dhe për t'u ushqyer, duke i shpërblyer kështu kafshët që janë përshtatur mrekullisht këtij mjedisi dhe e shfrytëzojnë atë më së miri. Thirrjet e tyre të mprehta jehojnë në kanalin e lumit gjatë gjithë ditës. Jetojnë gjatë gjithë vitit në folete braktisura të bletngrënësve. Ky shpend i vogël, grabitqar nate, është aktiv edhe në mëngjes, herët dhe pasdite. Kalojnë orë të gjata me bletngrënësit. Nuk është gjithmonë gjë e mirë për shpendët shumë ngjyrësh. Bufat duhet ushqejnë të vegjëlit e tyre dhe s'do të ngurojnë të zënë një bletngrënës të vogël ose të dobët. Shpendi i përvitshëm, shtektar, i shërben dhe një grupi tjetër grabitqarësh vendas. Një familje dhe elprash ka gërmuar një rrjet strofkash në bazë të shkëmbit dhe pasditeve dhe mbrëmjeve dalin në aksion. E gjejnë ushqimin që u nevojitet në këtë koloni sezonale dhe ka mjaftueshëm edhe për këlysht e tyre. Por këtu jeta nuk është e përkryer. Pleshtat acarues riprodhohen tepër shpejt në strofk dhe dhelprat duhet të ndërrojnë strofk një herë në disa javë. Qëndrimi i tyre poshtë kolonisë së bletngrënësve është i sinkronizuar në mënyrë të përkryer. Kur largohen bletngrënësit, edhe dhelprat do largohen në kërkim të strofkave të reja. Këtë herë, në një vargmal shkëmbor sipër murit kolonisë. Nga aty prindërit nisin gjahun dhe u sjellin këlyshve të tyre ushqime të shijshme. Me raste, zën dhe këlysh gazele. Gazela e malit është shumë e shpejt, por dhelpra dhe çakejt janë shumë të përhapur, të tërhequr nga sasi të pafundme plerash të njerëzve. Këta grabitqar përbëjnë kërcënimin më të madh për këlysht e vegjël. Gazelat kullotin në kopet vogla, në fusha dhe pranë maleve, të vëmendshme dhe të ndjeshme. Kur vjen mbrëmja, shqetësimi i tyre është i justifikueshëm. Jo të gjitha shtektimet në rajonin e Mesdheut vijnë nga përtej kufirit izraelit. Ka dhe shtektimet të brendshme. Këta çakej të artë
kanë lëvizur nga zonat të largta dhe të egra në zonat të populluara. Në të gjithë rajonin mesdhetar, çakejt jetojnë në çifte të përhershme, të cilave u bashkohen grupe çakejsh të rinj që i ndihmojnë të ushqejnë dhe të kujdesen për klyshët. Pas të korave të grurit, çakejt zënë brejtës në fushat e korura dhe luajnë në mullarët me kasht. Kur gjuajnë brejtës, mblidhen lart për të arritur një pikë më të mirë vrojtimi. Ruajnë një distancë sigurie nga deri i egër që vjen të gostitet me kashtën e korrur. Tingujt mëngjethës, që dëgjohen në të gjithë rajonin, janë vikamat territoriale të çakejve. Tani grabitqari më i zakonshëm në Izraelin verior nuk qëndron vetëm në shkretir. Zgjerimi i kolonizimeve dhe sasia e madhe e ushqimit dhe e plerave i kanë tërhequr çakejt nga territori zakonshëm i gjahut. Migrimi nga dalt ka arritur madje deri në qendër të Tel Avivit. Përgjatë lumit Jarkon, jeton një popullsi prej disa dyzinash çakejsh. Jetojnë në harmoni mes vizitorëve të shumt dhe i rritin të vegjëlit në shtretrit e lumejve dhe mes pemëve të parkut. Çakejtë adhurojnë ujin dhe shpesh notojnë në moçale dhe lumej në fushat bregdetare. Në pranverë, femra lind mesatarisht 4 deri në 8 klysh dhe i ushqen me gjë për 3 muaj. Kur mbushin 1 muaj, fillojnë të luajnë jashtë dhe han ushqimin e sjell nga prindrit e tyre dhe anëtarët e ri të grupit. Lumej të shumt, duke përfshirë Jarkonin, përshkrojnë rajonin dhe rrjedhin në perëndim të detit Mesdhe. Pranë grykderdhjeve janë zonat moçalore, një strehë për kafshët që gjejnë këtu strehimin e tyre të fundit në rajonin më të kolonizuar dhe më të mbushur të Izraelit. Mes bimëve të lumejve të rajonit dhe drurve, endet një nga grabitqarët më të mëdhenj të Izraelit, deri i egër. Një tjetër shembull i kafshëve që migron brenda Izraelit. Jetojnë në grupe, deri në 30 individ. Këta derrat e egër arrin një peshë deri në 150 kg. Deri i egër ha gjithçka, nga gruri dhe frutat, te kafshët e vogla dhe kërmat. Në të shkuarën jetonin vetëm në pyje dhe në moçale, por tani janë zhvendosur më afër fermave të zonës. Këta derrat e egër tani ushqehen të lumtur me të korra të ndryshme dhe po riprodhohen me shumë sukses. Femrat mund të lindin deri në 13 derkuc një herësh. Gëzofi i klyshit të derrit të egër është me vija dhe i ndihmon të kamuflohen në zabele. Në fakt, janë aq të suksesshëm, sa derrat e egër janë bërë një problem shqetësues. Në periudha të caktuara të vitit, përzgjidhen nga gjahtar të autorizuar. Por në Karmel janë të mbrojtur. Autoritetet mjedisore i konsiderojnë një pjesë të rëndësishme të ekosistemit të pyjeve të Mesdheut. Në Kneta, në kodrinat e Karmelit, në ishujt e gjelbër, ngren fole kredharak të vegjël. Çdo lëvizje e papritur i nxit të zhyten dhe të zhduken në ujë për thuajse 1 minutë, për të shfaqur më pas shumë larg.
Zogjtë e kredarakëve presin në folen lundruese që prindrit e tyre të rikthehen me ushqim. Brenda pak ditëve, fillojnë të ushqehen vetë në pellgje dhe në këneta. Në të gjithë kënetat bregdetare, është normale të shihen shpend ujë, si qafkat dhe ibisi. Mund të duken si vendas, por ibisët kanë ardhur së fundmi. Rajoni mesdhetar ka qenë pjesë e rrugës së tyre shtegtare, të cilën e përdorin vetëm për të kaluar dimrin. Gjatë viteve 1970, një popullsi e vogël vendosi të qëndronte përgjithmonë. U vendosën në brigjet e lumit, në këneta dhe ngritën fole e bruka të dendura, por dhe mes degëve të pemëve të eukaliptit. Shtegtimi këtu ka sjellë me vete edhe kërcënime për katse lokale. Këta shpend tani duhet të ruhen nga macja e xhunglës. Ka 4 fishin e përmasave të kushërirës së saj shtëpiake, e shpejt, e fortë dhe shumë e zonja për t'u ngjitur dhe për të notuar. E patrëmbur nga ujë, macja e xhunglës gjuan peshq, brejtës dhe shpend. Klyshët mbrohen dhe kanë për kujdesjen e 2 prindërve deri kur bëhen 6 muajsh, kur zakonisht largohen për të gjetur një territor të pazën në fushat aty pranë ose rreth lumejve. Sot mbijetojnë kryesisht përmes gjahut të brejtësve që jetojnë në tokë bujqësore. Kjo femër kërkon ushqim për klyshtë e saj gjatë orëve të natës. Ajo dëgjon tingullin e mijëve të fushës në fushat me jonç. Her pas here, arrin ta kap një të tillë. Nuk është e vetmja këtu që vjen rrotull. Gjatë ditës, gjarprinj të mëdhej fshikullues ushqehen me shpend shtegtar dhe gjuajnë mijë në fushave. Këta të dy tani po bëjnë një kërcim të vrullshëm në të nxehtin veror, duke ju gëzuar emocionit të mëtimit. Femra shtron deri në 14 vezë në tokë, të cilat do të çelin pas 2 muajsh. Gjarprinjtë e mëdhej fshikullues shkojnë deri në 1.2 metra dhe njihen për forcën e çdo vjellësinë e tyre. Janë ndër gjarprinjtë më të mëdhej dhe më të zakonshëm në Izrael. Gjarprinjtë fshikullues i ndajnë këto brigje lumi me një zvaranik me pamje të lashtë. Breshka zhguallbut mund të arrijë një peshë deri në 50 kg. Jeton kryesisht në ujëra të ftohta, deri kur popullsia e breshkave arrin një numër të konsiderueshëm. Më pas, disa migrojnë nga streha e tyre bazë me not pas rrjedhës në detin e kripur. Do të kërkojnë grykderdhje në një lumi të ri dhe do të gjejnë një zonë të re për t'u vendosur. Si gjithë zvaranikët, nuk e ruajnë dot nxehtësinë e tyre trupore dhe kërkojnë orë të gjata qëndrimi në diell dhe ngrohje që të lëvizin. Koka e gjatë tek breshkat zhguallbuta
kryen funksionin e një tubi ajri. Mund të zhyten në baltën e shtratit të lumit, ose të nodojnë me këmbët e tyre në formë rremash, ndërkohë që jashtë mbajnë vetëm vrimat e hundës. Ushqehen me karavidhe, krimba, peshq dhe kërma. Breshka zhgull but, has në ujë të kripur vetëm gjatë migrimit, por ka të afërm që jetojnë gjithmonë në ujëra të thella të kripura. Thellë, në detin Mesdhe, breshka masive kafe të detit ofrojnë një pamje madhështore. Ushqehen kryesisht me molusje, salmon të vegjël dhe karavidhe. Ndonjëherë, ushqehen dhe me leshterik. Më pak të përhapura janë breshkat jeshile të detit, të cilat janë kryesisht bangrënse. Breshkat notojnë largësi të mëdha nga deti në det dhe nga bregu në breg. Në verë, femrat kthehen për të shtruar vezët në të njëjtin bregdet ku kanë qelur vetë. Me shpresën se popullsia e breshkave do të rritet, rojtar nga autoritetet izraelite të natyrës dhe parqeve dalin për të mbledhur vezët dhe i transferojnë në vendet të mbrojtura. Ndërtohen folet të reja që të ngjasojnë sa më shumë me folet origjinale. Aty vendosen vezët në të njëjtën thellësi që ushtruan edhe në model të ngjashëm. Një kon i hekurt i mbron nga korbi dhe rrethimi bllokon dhelprat dhe automjetet. Vezët mbahen në inkubator në rërën e ngrohtë për rreth 2 muaj dhe më pas, nëse gjithçka shkon mirë, dalin breshkat e reja të sapo lindura, duke qarë rrugën me gërmime për të nisur rrugtimin e tyre të rrezikshëm prej 10 metrash nga foleja drejt detit. Rojtarët e ruajnë folen ditë dhe natë gjatë këtyre orëve, më pas i mbrojnë breshkat deri kur të zhyten për herë të parë në ujë. Tani duhet bëhen të zonjat e vetes. Ky projekt ka krijuar një ndryshim të madh në përqindjen e mbijetesës së breshkave. Tani çdo verë, mira breshka të vogla mund të shkojnë drejt ujit. Shumica prej tyre nuk i mbijeton vitit të parë. Por ato që ja dalin, migrojnë për ca kohë dhe pastaj kthehen këtu çdo verë. Gjatë sezonit të ndërtimit foles, në kulmin e verës, plazhet mesdhetare dhe shkëmbijt zbukurohen me një lule të bardhë të mahnitshme, zambaku i detit. Natën, lulet lëshojnë një aromë të fortë që tërheqin insektet e nevojshme për pjalmim. Mesdheu ofron një shteg natyror migrimi për një pafundësi kafshësh kalimtare. Por disa migrime në zonë planifikohen me shumë kujdes. Në lindje të vijes bregdetare shtrihet vargmali i Karmelit, i mbuluar me bimësi Mesdheu. Karmeli është një rezervë biosfere, një rezervë që ndërthur ruajtjen me zhvillimin ekonomik dhe kolonizimin. Këtu, në majën e Karmelit, një tjetër projekt afatgjatë restaurimi është në zhvillim e sipër. Në të shkuarën qindra huta ngrinin folen e këtë vargmal, por shumë prej tyre u helmuan ilegalisht ose ngordhën aksidentalisht duke ulur në shtylla me tension të lartë. Tani kanë mbetur vetëm një duzinë e vogël hutash. Autoriteti izraelit i natyrës dhe parqeve e mori në dorë situatën. Në vitin 2015, u sollën 49 huta nga Evropa në qendrën e shumimit për të ndihmuar riprodhimin e popullsisë vendase. Të sapo ardhurit u vendosën në kafaze për të çiftuar me huta të tjera. Vezët e tyre u vendosën në inkubator.
Për zogj që qelin, ka përkujdesje të tillë që shmang ndikimin njerëzor. Një mur xhami i mundson rojtares të vëzhgojë dhe të ushqejë zogjt pa u parë. Ajo përdor dhe lubi lodër për të ushqyer zogjt. Kështu, kur rriten, lubit nuk mundohen të kontaktojnë me njerëzit, por do të bashkohen miqve të tyre që janë liruar në shkretir. Hutat e reja mbahen për një periudhë ambientimi me lubit e mëdha në një kafaz në drejtim të kundërt me strehën e tyre të re. Dita e lëshimit është gjithmonë moment nervozismi. Por sot, lubia e re i hap krahët drejt lirisë. Në një fshat aty pranë, në Karmel, është ndërtuar një stacion i përhershëm ushqimi, ku lubive u mundsohet burimi i përhershëm ushqimi. Fal gjithë këtyre përpjekjeve, popullsia në Karmel po e merr veten ngadalë. Gjatë viteve të fundit, hapësira e Karmelit ka parë një tjetër shembull të mrekullueshëm për të rritjeje. Në dimër, mali mbulohet me gjelbrim të dendur, që thahet në verë dhe shndrohet në material të rrezikshëm që merr flak. Një herë në 2 vjet, atje bie zjarr duke rrafshuar hektar të tërë bimësie dhe pyjesh, duke dëmtuar dhe fshatrat dhe qytetet në Karmel. Rimëkëmbja është e vështirë pas një zjarri, dhe rigjenerimi i pemëve do vite të bëhet. Dikur këtu jetonin tufa drerësh dhe dhish që pastronin bazën e pyllit duke ulur rrezikun e zjarrit. Autoriteti izraelit i natyrës dhe parqeve realizoi një projekt për të rikthyer kafshët e egra të dikurshme që jetonin këtu. Kjo ndihmoi edhe në rikthimin e metodave natyrore për parandalimin e zjarreve. Në vitin 1978, një tufë e vogël drerësh të verdhem, pers, u sollën nga Irani në një qendër shtimi në malet Karmel. Migrimi i planifikuar rezultoi më i suksesshëm nga ç'pritej. Drerë të pak të verdh pers u bën një tufë prej qindrash të tillë. Jetoi në një zonë të lirë, të mbrojtur në majt Karmelit, duke u zënë, duke u mëtuar dhe duke u riprodhuar. Çdo vit, disa nga më të shëndetshmit dhe më të fortët përzgjidhen për të liruar në shkretir. Rojtari e qëllon secilin prej tyre me një shigjet me qetësues. Drerit që i injektohet qetësuesi, kontrollohet dhe pastaj bashkëngjitet një transmetues. Nga këtu dërgohet në një zonë lëshimi në Galile, në Karmel ose në malet e Jeruzalemit. Progresi i tyre do të monitorohet nga afër. Më në fund, erdhi momenti i lëshimit. Si të kishim jetuar gjithë jetën në shkretir, drerët zhduken mes zabelit. Shumë shpejt. Sinjalet e transmetuesve tregojnë se janë bashkuar me sukses tufës së lirë, matan rezervës. Ky është një tjetër lloj migrimi nga rezervati në shkretir, por pasqyron një trashëgimi të gjatë që vazhdon dhe sot. Mesdheu është një nga rrugkalimet më të mëdha të shtektimit në histori dhe natyrë. Poshtë valve, përgjatë Bregdetit, lart në qiell, një pafundësi kafshësh kanë kaluar në këto rajone në kërkim të një vendi më të lirë dhe të sigurt që mund ta quajnë strehë. Shumë e gjetën dhe kanë qëndruar. Shumë kanë vazhduar mëtutje.